jam pro dialogut, por forumi për dialog në fakt duhet ketë parasysh që historia nuk fillon me ta. Ka 35 vite që bëhet dialog dhe në fund shqiptarët përsëri zgjedhin të keqen më të vogël që sa bëhet kryeministër na shndrohet në një keqe më të madhe. Opozita ka nevojë për dialog, por ky dialog nuk mund të fillojë pikërisht nga problemi i përçarjes opozitës. Okej, se Erioni ngatroi. Jemi në vëndçe, po s'ka gjë se Vëndçe juaj. Tu po ngatrohet gjithë shteti jonë të shkretet që s'di ku ka milionat. Uroj dhe shpresoj që kjo mos të jetë një mbledhje. Dita ça diti. Mbledhja e dytë e Mungkes, mos të jetë mbledhja e dytë e Mungkes. Se unë kam besim ka ato që ti di. Leri këto, po na tregonë një gjëtinjer çfarë. Ka ishti unë. Di çka ti. Mbledhja e dytë. Si më the mua atëherë the, më the që jam në një vend ku nuk të lejohet celulari. Në shumë vend edhe. Unë e di ku është vendi vetëm që s'lejohet. Dhe atë që s'ka dritare. Të keqe. Edhe mendoj që mos të tradhtohet sërish populli opozitar nga këto mbledhjet e partive të nga këto konferencat që ne kemi parë edhe në të kaluarën dhe në historinë tonë, dhe duhet jenë të vëmendshëm ndaj historisë së shkuar për të parë nëse të gjitha partitë janë të interesuar për dialog apo thjesht e bëjnë për të qenë në sipërfaqe. Vëndçja juaj? Bëj mirë bëj vetë. Jo, shpresoj të arrim një rezultat në mënyrë që të ketë një shpresë për qytetarët dhe për të kemi një opsion demokracie dhe një mundësi demokracie, ky është i vetmi qëllim. Erion. Po, Drejtohu tani. Tani se kur të thash unë, bëje një gjë, s'bëre asgjë. Politika nuk është në natyrën time. Është shumë, e di që do am në një gjobë kështu, po është shumë jo e ndershme. Na keni bërë efekt me këto gjobat, s'temi do të kurrë për shembull, nuk e përdor dot. Babi më thot. Po unë se them dot tani se do thoj jo po pse flet keq për politikën se paragjykon, diskriminon. Po politika duhet t'japi rezultat, se po nuk dha rezultat, është kot fare. E kupton, është më mirë të shikosh në një këto emisionet bërë, se sa të merresh me politikë. E para kjo. E dyta, shembulli i shqiptarëve pararendës nuk më frymëzon fare. Nuk ka raste kur qytetarë të mirëfillt janë dëgjuar nga politika. Nuk ka raste, nuk ekziston. Këto shesin nënën dhe babën, jo ne që s'na kanë hiç. Ndonjë komunitet i Sant'Egidios, për shembull, në jena ato që ka dosje, që ta flasim troç, domethënë që u azë kokën me ose flasim me Zotin. Flasin me Zotin dhe Zoti di të gjitha, po ato që flasin me Zotin. E katërta dhe më e bukur është që bloku i Litës, ai kam shpresë se mos